Së bashku vjen transmetimin e drejt për drejt këtu në Report Televizion dhe do të kemi mundësi që ndalemi së pari në zhvillimet e minutave të fundit. Që prej orës 9, pra që prej 1 ore, ish kryeministri Sali Berisha është në ambientet e SPAK. Për herë të parë, ai po pyetet si kryeministri asaj kohe për ngjarjet e 20 janarit të vitit 2011 dhe vrasjen e 4 protestuesve në bulevard. Pyetet për të parë pas gati 15 vitesh për vrasjen e 4 protestuesve, ndërsa 2 tjera në një farë mënyrë kishte refuzuar pra për të parashitur duke theksuar se nuk kishte marrë fletëtirjen. SPAK po heton 21 janarin edhe pas një vendimi gjykatës Strasburg që ka cilësuar krim shtetëror dhe detyruar edhe nga një vendim gjykatës së lartë. Zhvendosim sërish, komunikoj me kolegen Kedi Banushi. Kedi, jemi sërish së bashku gati 1 orë që nga momenti kur zoti Berisha është paraqititur në SPAK dhe vjon marrja në pyetje. Çfarë mund ta përcjellësh? Nuk di nëse ka pasur diçka apo ndonjë lëvizje që vlen për të theksuar dhe nëse kujtojmë edhe një herë cili është hetimi eksakt që po bën SPAK për 20 janarin dhe të gjithë ata që i ka marrë në pyetje deri më tani. Përshëndetje Andi, në fakt ka rreth 60 minuta që zoti Berisha ndodhet në ambientet e brendshme të prokurisë së posaçme, vijon marrja e tij në pyetje si person që ka dieni për rrethanat e hetimit. Zoti Berisha paraqitet për herë të parë për të dhënë sqarime sa i takon ngjarjes së rënd të vrasjes së 4 protestuesve në bulevard dhe plagosjes së mbi 100 personave të tjerë. Zoti Berisha, siç e theksova, nuk ka dhënë shpjegim në institucionet e drejtësisë shqiptare, nuk është thirrur prej tyre, pra është herë e parë që ai thirret në prokurinë e posaçme, ndërkohë që kanë qenë vetëm deklaratat publike dhe politike që ai ka bërë në adresë të kësaj ngjarje, dihen tashmë deklaratat e tij, ndërkohë që prokuria e posaçme pasi ka rihapur çështjen me një kërkesë të familjarëve të Alex Nikës dhe një vendim të gjykatës së lartë në fakt, që e detyroi në bazë të vendimit të gjykatës së Strasburgut duke konsideruar vrasje shtetërore, duke qenë kreu i shtetit në atë kohë, ka detyrimin të jap shpjegime si person që ka dieni. Para tij është pyetur ish ministri i Brendshëm i kohës, Lulzim Basha, ndërkohë që janë pyetur edhe persona të tjerë. Siç e theksova, është një ngjarje që ka kaluar disa filtra gjykate që e kanë varrosur, mund të themi, në një farë mënyre këtë çështje, megjithëse prokuria ka kërkuar dënime maksimale për autorët e dyshuar në atë kohë dhe autorët që ishin komandanti i gardës dhe një prej gardistëve që janë vërtetuar që kanë qolluar mbi protestuesit me armën e tyre. Megjithatë, 2 nga protestuesit kanë mbetur pa autor. Bëhet fjalë për njëri prej tyre, Alex Nika, preda e të cilit ishte e dëmtuar dhe ai vdiq në një spital në Turqi dhe nuk mundej në atë kohë të ekspertohej pasi ishte dëmtuar dhe nuk mund të ekspertohej se nga cila armë ishte qitur, ndërkohë që dhe gjykata e apelit kanë nxjerrë pa autor edhe një tjetër protestues. Megjithatë, ajo që po bën prokuria e posaçme, pasi ka marrë të gjithë dosjen nga prokuria e Tiranës, e cila në fakt kishte nisur dhe ajo një hetim, pasi ka rimarrë edhe vendimet e mëparshme, deklarimet që kanë bërë të pandeurit në ato kohë Andrea Prendi, Agim Lupo dhe persona të tjerë. Pasi ka rimarrë në pyetje sërish drejtuesin e policisë së shtetit, bëhet fjalë se krahas kjo ngjarje po hetohet në të gjitha dimensionet. Në ato kohë kemi dhe një mosbatim të urdhrave për arrestin e zinxhirit komandues të gardës, pra të kërkuar nga prokuria dhe mosbatimi nga ana e policisë, pra që është marrë në pyetje Yusni Burgaj. Prokuria e posaçme krahas provave shkencore, pra po merr në pyetje edhe persona që kanë dieni dhe kryesisht zoti Berisha sot pyetet si person që ka dieni për rrethanat e hetimit. Faleminderit Keti, do kemi